ke sulmuar në çdo rast. Kur e kam pa që është dobët emocionalisht, kur kanë qajt me dënes, dhe kur i kam pa që janë me ilaçe, Alba asnjëherë nuk kam sulmu. Kjo është fakt. Po e bëre pra me Fjollën, po të them. Po tani, Fjolla gjendjen që ka është nga dita parë deri ditën e fundit Big Brother. Tani, ajo kur e din gjendjen që ka mos ngutësisht e vetë. Jo, që ditën e parë ka qënë thjesht e ka rujt vete, se ka qënë ditë e para ka pas fuqi. Tani, në rast ajo një vete, sa do bët është emocionalisht dhe psiqikisht, mos vjen ngutëset me qëllim. Se kur vjen ti më hedh fjalë me qëllim dhe kur ma bën madhe, edhe unë jam do bët emocionalisht edhe unë reagoj. Fjolla, pa tjetër, Fjolla mund ta ketë kërkuar, por mënyra se si e sulmove ti dhe për çfarë e sulmove ti... Fakte janë ata. Jo, nuk janë fakte. Po nuk ti janë mendon që fakte, Alba. Tani, te pjesa që Alba janë brutale në opinion, unë këtë e pranoj. Po e them drejt për drejt si e shoh edhe siç është. Unë e pranoj që janë brutale në opinion. Dhe për më tepër nuk e fakte. Unë them që është fakt. Jo pra s'është. Okej, ti e mendon ashtu. Se dhe unë nuk mendoj që ti ku digjon, ti bën pishin 5 herë në javë se të shoh që ke shpatulla edhe trup notareje, që ta marrë me një gjë kështu. Si? Po them që, po ja fus kot, unë të shoh ty si fizik, edhe me që ke shpatulla dhe duke si trup notare, mendoj që ti 5 herë një javë bën not nga 2 orë. Jo, se thash këtë. E kam fjallën që mund të, po kjo nuk është fakt. Çdo opinion që thot Alba, brutal është realiteti dhe kur do dilni për jashtë keni për ta parë, do vërtetoheni. Nuk e vuajt ju bind Alba. Unë kam thënë opinionin tim, unë e di që jam brutale në opinionet e mia. Nuk kam filtra, atë që e mendoj dhe atë që e di që është fakt e them drejt për drejt dhe nuk më intereson a merren për keq, a merren për mirë. Në rast se merren për keq, do të thotë që realiteti është i keq, po jo lidhje me mua. Dalim te empatia dhe dalim te sulmi i një femre ndaj një femre tjetër. Jo sulm femër me femër, kjo është njeri me njeri. Se Fjolla në rastin dhe ishte mashkull, sepse ai ishte debat. Po flas, tradhtare, spiune shtetit ku dëgjoj. Mos ma keq interpreto muhabeti femra femër. Fjolla dhe po t'ishte mashkull, prap po të njëjtën do e thoja se Alba kur bëj debat dhe them opinionin brutal, nuk bazohet femër mashkull. Duhet vësh pak filter, normalisht. Jo, është njëri. Njëri është mashkulli, njëri është femra. Unë e them opinionin në mënyrë të barabartë. Po kjo është feminizmi. Edhe meshkujt edhe femrat janë të barabartë në të drejtat themelore. Ky është feminizmi, që femrat dhe meshkujt janë të barabartë me Jugjerta në të drejtat themelore. Nuk mundem u Fjollën ta vej në pjedestal dhe një Klod për shembull ta ul poshtë. Në rast se Klodi do ishte ashtu siç është Fjolla, unë edhe për Klodin do thoja ashtu. Alba nuk funksionoj në opinionet brutale të drejt për drejta, është femër mos e them, është mashkull ta them. Jo, edhe femra të drejtat e barabarta themelore, edhe mashkulli edhe femra. Po, kjo është feminismi. Të drejtat themelore të barabarta. Dhe kur Alba them opinionin këtu, kjo është barazia gjinore, Alba. Kjo që thua ti është barazia gjinore, nuk është feminizëm. Të drejtat themelore të barabarta. Ta mbrosh femrën. E mbroj kur ka të drejt, jo kur ka gabim. Po mos e sulmo, dhe mos e sulmo me një gjë që s'ke fakte. Thash opinion të sakt me fakte. Po si opinion kur s'ke fakte, cili është fakte? Fakt është. Cili? Kur do dalësh për jashtë ai shef. Jo, cili? S'flasu këtu. Jo, kur dalësh për jashtë, jemi këtu brenda. Më lejo Alba të jem gabim në opinionet e mia brutale. Që Fjolla konsumonte lënë narkotike. Unë nuk e ri përsëris, Alba e ka mbyll kapakun e kësaj teme. Intereson. Jo, kur dalësh për jashtë vërtetohesh. Po nuk e fakte. Hygjerta, në rast se jam gabim në opinionin tim brutal, më lejo të jem gabim. Ama, kur të dalim për jashtë, ai shef të gjitha faktet. Unë Alba këtu s'kam çfarë faktesh them. Ama Alba e di shumë mirë se çfarë them dhe kur e them. Atëherë çfarë faktesh ke? I kam. Kaç. Ama kur e jap opinionin për një situatë dhe për një njerëz si sillet ndaj një situate,
Nuk vendos filtra pse është mashkull, pse është femër. Se edhe mashkulli është njëri ka shpirt, edhe femra është njëri ka shpirt. Në fund të ditës, të gjithë jemi njerëz me shpirtra. Tani, në raset, kjo gjë do ishte te Klodi, unë edhe Klodi do ja kisha thënë një lloj. Se të gjithë në fund të ditës jena të barabartë, të gjitha jena njerëz, të gjithë jena shpirtra, nuk kena gjini në njerëzillëk dhe në shpirtllëk. Kur Alba jap opinion këtu, nuk bazojmë a je femër, a je mashkull, se kjo është e padrejtë. Kjo është e padrejtë për mendimin tim. Të vendos filtra pse është femër, dhe mos vendos filtra se është mashkull. Kjo nuk është feminizëm. Kjo është më keq për meshkujt. Ne do t'i mësojmë botës që opinioni real duhet të jepet pa marrë parasysh gjinis. Fol, këtu. Kjo është muhabet tjetër, tani a kemi fakte, as kemi faktet. Supozojmë se Alba ka fakte, supozojmë. Supozojmë. Si pas teje, supozojmë që Alba ka fakte. Edhe nëse do kishe fakte, ajo gjë nuk thua. Unë e them, sepse e di që është fakt. Ja, nuk thua. Dhe në rast, po më lejo Alba të jem brutale. Kjo është Alba, që jam brutale në opinionin tim. Jash Big Brotherit. Brenda Big Brotherit, ti nuk mund ta sulmosh me një gjë të atij. Unë jam bazuar pikërisht në një gjë brenda Big Brotherit. Njeri me shpirt mirë. Unë jam bazuar, sulmon siç e bëre. Shpirti keq unë, pse se them në realitet. Unë jam bazuar pikërisht në një gjë brenda Big Brotherit. Në një gjë? Për fjollën, në çdo gjë që kam thënë për fjollën janë gjërat brenda Big Brotherit. Në është fakt. Mos e ço për tejtën. Alba e ka mbyll kapakun me fjollën dhe Ygerta në rasti e pak e mençur, nuk e hap diskutimin e fjollës, po jam diskutimet e banorëve këtu brenda. Prandaj them Ygerta je pasive, se përveç se aktivizohesh në pak momente, aktivizohesh edhe për gjërat që janë mbyll më kapakun. Merremi me gjërat që po ndodhin. Erdha unë tu drejtova ty apo ishte ti që do e dikë që të dëgjonte? Se ti ke një zakon të ke Alba, një zakon. Ti po përmend fjollën. Ti ke një zakon shumë të keq. Ti po përmend fjollën. Ti do të dëgjoj dikush, pastaj kur tjetri të dëgjon, do të thot ato që do ti. Jo zemra, nuk them ato që do ti. Okej, vazhdo me fjollën, ti diskuto për fjollën. Sigurisht. Momenti që ti fillon ban leksion dhe moral për një gjë që e ke treguar që se ke bërë, unë do ta them. O Ygerta, më dëgjoj, po t'jap këshill. Sepse është minus për ty si letare, të meresh me banor që janë jashtë dhe me situata që janë para një muaj Ygerta, se po del komplet jashtë loje. Po flisja për gjëra që po bisedojnë këtu tani në kohë konkrete. Po pra, ti po flisje për gjëra që po bisedojnë konkrete dhe unë të nxorra një fakt që ti nuk e ke zbatuar këtë gjën. Po nxirr këtu tani fakte për gjërat këtu. Të them çfarë do ti. Dhe nuk është fakt ajo që thua ti. Jo, zemra, nuk e them. Vazhdo ti me fjollën, unë nuk kam dërme ta vazhdo bisedë rrasë me akoma me fjollën. Ti po thoshe s'kam sulmuar kur kanë qenë njerëzit rënd emocionalisht. Po se kam bërë kur fjolla ka qenë rënd emocionalisht. Jo. Si jo, moj? Erdi veta jo ngucësht e vazhdimisht me mu. Edhe unë isha dobët emocionalisht, më the ke ardhë në tokën time, jo në tokë time, po në tokën asaj, u reagova. Dhe në Prime e thash realitetin. Debati ishte për para, në Prime, ti këtë gjën që po të përmënd, unë e the në Prime. Kush del në Prime e ka marrë forcën që të dale në Prime dhe të përballoj çdo gjë. Tu duk mirë ty fjolla, dhe shumë e palto me tuta, me trenerka edhe me atlete. Ajo e bëri për të tregu mafiazhe me bateria, nuk e bëri se fjala tregoj unë që jam keq. Pa ajt pasha zotu Ygerta që i besoni gjithë tyre protagonizme, sidomos ti që ke 30 vite karrierë. Mos na bëj kështu tani. Qofse ka një njerëz që mua për protagonizëm, tjerë çfarë bëjnë një realitet, unë këtë gjë e di që ti thjesht ke zgjedhur të kundërshtosh Albën dhe kur faktet i ke që Alba nuk bën për protagonizëm ashtu si e mendon ti. Ti s'bën për protagonizëm, ti e sëmur kur kam çefin ti bëj për protagonizëm. E sëmur. Ama realitetin kur e them nuk e bëj për protagonizëm. Jo. Po. Harroj që kemi 2 muaj që jetojmë bashkë, Alba. Okej. Vazhdo Ygerta. Meru akoma me tjerë ti për muhabetin e fjollës. Ej, zotë ma. Unë po t'jap këshill që je duke bo gabim t'ja akoma meresh. Është që mendon që njerëzit do dëgjojnë broçkullat që thua ti dhe nuk do kundërshtojnë. Po pa tjetër Ygerta, unë nuk e pres që ti mos më kundërshtosh. Më kundërshto me të që po ndodh. Jo me gjëra që janë mbyll para një muaji. Tash jo vlla, kena ardhur tu të bisedojmë për gjëra tani që ndodhin apo si e kanë hallin këta. Po merr me gjëra para një muaji, po e ulin nivelin e bisedës. Unë se di, unë si nuk zej mend që mos merr më me bisedë me Ygertën.
Sa herë që ju gjerë ta flet, vetëm gjërat para 1 muaj, para 2 muajsh. Kjo se kupton sa keq për i bën vetës si lojtare këto.